Partia Socialiste është gjithmonë një parti në fushat elektorale. Dhe sot që flasim, ka 2 muaj që kryeministri bën mbledhje grupe pune, mbledhje kryesie, mbledhje grupi parlamentar, strukturat e Tiranës, që do të thotë ka filluar fushata për ta. Ndërkohë, Partia Demokratike dhe opozita në tërësinë e saj është brenda një betejë të brendshme për rizgjedhjen e Sali Berishës kryetar partie. Ndërkohë, që për të konkuruar individualitetin, se flasim në nivel bashkistik konkuron me individualitetin, duhet t'i prodhosh individualitetin fillimisht. Nuk mundet, praktika politike dhe praktika zgjedhore ka provuar më shumë se një herë që koha e shkurtër e kandidatit është pjesa më e dëmshme në një fushat elektorale. Nëse ti don realisht konkurosh për Tiranën, për Durrësin, për Elbasanin, për Shkodrën, ti duhet të kesh kandidatët sot. Duhet të kesh sot kandidatin, duhet të kesh sot një program minimal politik, cilin pastaj do ta detajosh në vitin e ardhshëm, do të jetë vit fushate elektorale. Kjo është ajo që duhet të bëjë opozita, që do të thotë para punës zgjidhje problemet e brendshme në raport me formimin e një koalicioni para zgjedhor, për zgjedhjen e kandidaturave më të mira të mundshme, dhe nuk ka nevojë të nxjerrësh një kandidat sot, nxjerr 4. Nxjerr 4, po bëj primare. Nxjerr 4 kandidatë dhe këta 4 kandidatë lëri të bëjnë 3 muaj fushat për të arritur një primare brenda strukturës së qytetit. Dhe ti përzgjidh kandidatin më të mirë, dhe ke kandidatin, ke programin dhe ti ke filluar fushatën elektorale. Kjo kërkon mendësi politike. Nëse ne do kishim pas zgjedhjen dhjetorin e vitit kaluar, natyrisht nuk patëm për shkak vendimit të gjykatës kushtetuese në atë kohë. Vetëm Tiranë nuk patëm. Kishim në Tiranë flas, do kishim patëm zgjedhjen e 5 bashki të tjera, të cilat për Tiranën, sepse Tirana ishte sfida kryesore dhe që vërtet opozita kishte pritshmëri dhe u investua dhe publikisht për të nxjerrë kandidat sfidues, të themi, fitues pastaj nuk i dihet. Dhe kandidati që zgjodhi opozita, pra ishte një kandidat i shoqërisë civile, natyrisht i njohur publikisht, pa nuk kishte nevojë për të investuar për të njohur figurën e tij. Ishte një kandidat i cili doli si pavarur, po përkrah nga opozita, dhe sondazhet që pam në atë periudhë nuk e nxinin fort larg nga kandidatura e Partisë Socialiste, që më shumë gjasa do jetë përsëri kandidatura e Partisë Socialiste, pra ish ministrja Ogerta Manasiliu. A mendoni që nuk është thjesht çështje kohe, domethënë por është më tepër cilësitë e kandidatit dhe të programit, të cilat janë avantazhe opozitës, sepse ka një gjë, partitë e djata janë parti elektorale përgjithsisht në botë. Partitë e majta janë parti masovike, të bazuara në struktura, organizata etj. Por kjo nuk ndryshon natyrën e zgjedhjeve. Që do të thotë, nëse ti do të bindesh qytetarët duhet të kenë kohë të dëgjojnë. Faktet provuan, ki parasysh një gjë që erdhi nga një palë zgjedhje që janë zgjedhje 2025, jemi jo më larg se një vit. Që prodhuan një farë rezultate dhe një matje forcash ndërmjet aty që është imazhi i opozitës dhe që është imazhi i pozitës. Dhe në këto zgjedhje, me gjithë deformimet që ka kodi zgjedhor, imazhi i opozitës ishte më i dobët se imazhi i pozitës. Që do të thotë, ti duhet ndërtosh imazhin jo vetëm si subjekt politik ose si grupim politik, por duhet ndërtosh këtë imazh në raport dhe me imazhin e kandidatit. Do duhet që kandidati të përfitojë nga imazhi politik dhe të japë vlerë shtuar, duke shkuar qytetarët, duke thënë që krahasimisht me grupimin tjetër, kandidati jonë është më i mirë, programi jonë është më i mirë. Por kjo nuk mund të bëhet më në 3 muaj kohë. Qytetarët janë kthyer në një nivel shumë më pragmatist, dhe nëse ti do të bindesh qytetarin për të votuar një grupim apo një grupim tjetër, nuk është më thjesht çështje jeme po dënë dhe unë do të votoj. Është lidhet shumë më tepër me individin, lidhet shumë më tepër me kandidatin, lidhet shumë më tepër me kërkesa specifike që kanë zonat caktuara brenda qytetit, që kanë grupime caktuara brenda strukturës sociale. Dhe gjitha këto duhen adresuar dhe nuk mund të adresohen në 3 muaj fushat. 3 muajt e fundit fushatës është sforco maksimale që bën një strukturë partijake për të shkuar der më der dhe për të përcjellë mesazhin. Por ndërkohë ti duhet ta kesh ndërtuar mesazhin. Duhet të kesh imazhin e kandidatit, duhet ta fillosh betejën elektorale. Dhe flasim për një qytet si Tirana që ka 400.000 votues.